Nderuar drejtues të seancës, nderuar koleg, zoti Leskaj, edhe ju edhe unë e dim shumë mirë që jo në çdo rast ulja e tatimit, në këtë rast të TVSH-ja, do të thotë ulje e menjëhershme e çmimeve. Në vende ku tregu nuk është funksional, garancia e përcjelljes politikës fiskale është thuajse minimale. Minimale. Dhe ju e pranoni këtë gjë. Ta ishte të themi gjërat siç janë. Po çmimet janë rritur në këtë vend. Duhet keni parasysh që nuk janë rritur vetëm në këtë vend. Kriza, po pritet, a mund të flasim? Kriza që solli pandemia, veçanërisht në zinxhirin ushqimor, dhe kriza tjetër që pasoi gjithashtu, e që cënoi një pjesë të rëndësishme të zinxhirit ushqimor që kishte të bënte me drithrat dhe veçanërisht me yndyrna, vajrat, kryesisht lufta në Ukrainë. Patjetër që rritën çmimet. Natyrisht, kur çmimet rriten, e vështirë është të kthehen në ato nivele që kanë qenë. Por që është fakt që ne paguajmë ushqimet shtrenjta, është fakt. Ushqimet në këtë vend janë të shtrenjta. Krahasoj me këtë duash, cilin do vend të Europës, çmimet e ushqimeve në këtë vend rezultojnë të shtrenjta. Dhe rezultojnë të shtrenjta edhe çmimet e ushqimet prodhuara në vend, por rezultojnë të shtrenjta edhe çmimet e ushqimeve të importuara. Dhe afërmend çu do të jetë. Kudo ku ne importojmë, prodhojnë, dhe sa kohë që prodhojnë ushqimin për konsum të tyre dhe për eksport, i kanë çmime më të lira, ndërkohë që ne që blejmë, po patjetër, do blejmë dhe kemi brenda të gjitha kostot e importit. Duke filluar nga vlera e produktit vet, e pastaj kostot e transportit, tatimet, taksat e kështu me radhë. Tani, a është zgjidhje ulja e TVSH-s apo reduktimi i TVSH-s? Po patjetër, në vende me treg funksional, ulja e tatimit mbi vlerën e shtuar mund të përcillet drejt për drejt edhe në çmimin e produktit. A kemi ne treg funksional të ushqimeve? Jo, ne nuk kemi treg funksional të ushqimeve dhe po ju kthej pak pas në kohë, po prap, veçanërisht në periudhën e pandemisë, kur ishin në fuqi apo funksionuan dy borde që merreshin drejt për drejt me analizën e çmimeve. Edhe të produkteve hidrokarbure, edhe të produkteve ushqimore. Çfarë verifikuan bordet? Që ne pothuajse në çdo treg produkti kishim 3 deri maksimumi 4 operator që kishin motamo thuajse të njëjtin çmim. Me ndryshime fare të vogla, por që ishte evidente që ishin në një linjë me njëri tjetrin, apo siç them unë, kuptohen duke u parë në sy. Jo duke folur në telefon, po duke u parë në sy. Dhe çmimet u verifikuan që ishin të larta edhe për këtë arsye, të mungesës konkurrencës në treg. Në qoftë se ne duam të ndikojmë drejt për drejt në uljen e çmimeve të produkteve ushqimore apo të ushqimeve, patjetër që duhet ta fillojmë nga tregu. Tregu funksional bën të mundur që ne të blejmë më mirë. Tregu konkurrues bën të mundur që ne të blejmë më mirë. Dhe po ju marr një element shumë të rëndësishëm që e mbështet të argument. U fol edhe këtu më përpara dhe natyrisht vjen ta themi që forcimi i lekut duhet kishte sjell uljen e çmimeve të ushqimeve të importuara. Ka ndodhur kjo gjë? Jo. Kush e ka marrë efektin e forcimit të lekut dhe rënjes valutave të huaja, euros, dollarit e kështu me radhë? Tregtarët. Po si e kanë marrë? Duke përqendruar tregun. Dhe ky është problemi më i madh. Qose do duhet një angazhim i parlamentit, tek i cili varet autoriteti i konkurrencës, apo edhe i qeverisë, që duhet ndikoj fort me politikat e saj fiskale, gjëja e parë dhe themelore është çlirimi i tregut nga përqendrimi shumë i lartë veçanërisht në tregun e ushqimeve. Nuk ka arsye sot që 1 litër vaj lule diellit kushtoj 349 lekë. Nuk ka arsye sot
që edhe mielli i prodhuar në vend kushtoi 99 lekë. Nuk ka arsye sot që 1 kilogram oriz kushtoi 139 lekë. Në kushtet kur forcimi i lekut i ka dhënë prioritet pikërisht importit të produkteve duke pas sjellë që ato të ishin më të lira. Kjo është e parë. E dyta që është akoma më e rëndësishme, në qoftë se ne duam ushqime të lira, duhet të fillojmë të prodhojmë vend. Duhet të fillojmë të prodhojmë vend. Ne sot nuk prodhojmë vend. Në tregje produktesh që prodhohen vend, çmimet po patjetër janë më të lira se sa çmimet e importit. Po të shikoni makaronat e prodhuara në vend, ka një çmim më të lirë se sa makaronat e importit. Po të shikoni miellin e vendit, po patjetër është më i lirë se sa mielli i importit. Po të shikoni domatën e vendit, është më e lirë se sa domatja greke, turke, italiane e kështu me radhë. Pra ne duhet të fillojmë të prodhojmë vend. Dhe që të prodhojmë vend, duhet të shpenzojmë për prodhimin. Nuk fola pa dashje që parë që ne na duhet një politike e re për të mbështetur prodhimin. Qoftë prodhimin industrial, qoftë edhe prodhimin bujësor dhe blegtoral. Është themelore kjo gjë. Në qoftë se ne plotësojmë nevojat tona me prodhim të vendit vetëm nivelin 50, 55, 60%, po patjetër më që ne do vazhdojmë të hamë ushqimet shtrenjta. Do vazhdojmë të hamë ushqimet shtrenjta. Do vazhdojmë të blejmë, të paguajmë edhe tatimet dhe natyrisht edhe të konsumojmë ushqimet shtrenjta. Prandaj duhet që patjetër një paket për të stimuluar prodhimin vendas e mbi të gjitha për të ulur kostot e prodhimit brenda vendit. E treta që është akoma më e rëndësishme. Shikoni, një pjesë madhe të çmimit e ndikojnë patjetër qirat e shtrenjta. Veçanërisht në Tiranë. Po të vini vërdall këtij qyteti, e po të shihni apo po të pyesni në të gjitha dyqanet që tregtojnë produkte ushqimore, veçanërisht ato të freskëta, e që janë perimet apo frutat e vendit, e ti pyesësh cila është kostoja më e madhe që ti ke në këto dyqane është qiraja. Që nuk ndalet, vetëm rritet. Ajsa ne, apo cili do, në moment caktuar thotë, ore unë po blej qiran, apo po blej domatën. Unë po blej qiran, apo po blej orizin. Unë po blej qiran, apo po blej sheqerin. Dhe ky është një problem shumë i madh. Të gjitha vendet që janë hasur me këtë problematik, qoftë për strehimin, qoftë edhe për tregtimin, natyrisht kanë filluar të përballen për të mbrojtur e para strehimin, veçanërisht të shtresave në nevojë, e në krahun tjetër për të mbrojtur pikërisht tregtarët e këtyre produkteve ushqimore nga qirat e shtrenjta. Dhe që me gjaz do vazhdojnë të shtrenjtohen. Thënë gjitha këto, po patjetër që TVSH-ja reduktuar e aplikuar gjithësisht në vendet rreth e qark nesh apo edhe në vendet Bashkimit Evropian, është një element që duhet ndikojë. Po e pa shoqëruar me këto 3 elemente të tjerë, është e pasigurt. Edhe në teori po doni, në praktik e provuar se do të ndikojë drejt për drejt në uljen e çmimit të ushqimeve. E fundit gjë që kam, e përmendi kolegu pak më parë, është e pa drejt që të aplikohet një normë TVSH e reduktuar edhe për ata që kanë të ardhurë mjaftueshme për të blerë ushqime apo për të marrë shërbime tjera. Unë mendoj që ne që jemi në këtë sallë, po edhe të tjerë që i përkasim një shtresë të caktuar shoqërore, nuk kam pse marrë një favor të tillë. Duhen politika të tjera për ta adresuar drejt për drejt tek këto shtresa problemin e madh që kemi, që janë ushqimet e shtrenjta. Përndryshe, e vetmja gjë që do të bëjmë me reduktimin e TVSH-s është të shtojmë parat dhe fitimin e tregtarëve që edhe sot që flasin fitojnë goxha shumë. Është e vërtetë ajo që tha kolegja pak më herët,
që TVSH-n e paguajnë qytetarët, por ama si agenti i qeverisë e mbledhin tregtarët. Dhe tregtarët në kushtet e evazionit fiskal po bëjnë para pa hesap. Faleminderit.